Ne do të garantojmë më në fund 100% ujë të pishëm, 24 orë. Por për shkak të një defekti që është konstatuar ditën e djeshme, nuk kemi ndërtuar. Jo ditën e djeshme, ka 3 ditë ajo. Të lutem, është konstatuar nga ne zotëri se ju keni patur mungesë furnizimit dhe jeni suportuar me autobot dhe do suportohet sa të jepet një zgjidhje përfundimtare patjetër. Kur parashikohet që të zgjidhet ky problem? Ju kërkojmë ndjesë dhe mirëkuptimin tuaj. Ne duhet të komunikojmë me administratore, nuk kemi një përgjigje konkrete, domethënë nëse do ketë po punohet intensivisht që të zgjidhet situata, patjetër brenda ditës sotme. Dhe të vijoj furnizimin normalisht për zonën tuaj. Ju lutem, na mirë kuptoni dhe ju kërkojmë ndjesë. Dita e tretë dhe s'kemi ujë. Një tjetër inovacion i bukur që po përgatisim është hyrja në Shqipëri nga aeroporti Nën Tereza përmes një porte digjitale, të cilës i mjafton vetëm pamja jote për të verifikuar identitetin tënd, duke e lidhur pamjen elektronikisht me biletën dhe me të dhënat e tua si një pasagjer. Fal bekimit të teknologjisë digjitale, Porta digjitale thotë. O vlla, nuk kena ujë më bu. jo ne, po O brazer, o mret, o sultan, o njish, o figur, o artist, o legjend, o piktor, o basketbollist, o këngëtar, o ç'a them unë ty, o magjistar. fakti është se shumë vende, edhe në Afrikë, edhe në të tjera zona të botës, por edhe O zotni, o njeri, o... Nuk kena ujë, më vlla. Nuk kena ujë, më o zotni. S'kena ujë më të keq. Ore s'kena ujë, më vlla. Nuk kena ujë, më vlla. Nuk kena ujë. Qa puna prallizmë, nuk kena ujë, më vlla. Ju përshëndes. Dita e tretë dhe s'kemi ujë. Nuk kemi ujë. Në Tiranë, 2025, sa është data sot? 4 nëntor. 3 ditë që nuk kemi ujë. Jemi drejt rrugës për në BE, drejt digitalizimit, flitet çdo gjë që do të jetë kështu, me të lëviz sy do të bëhet çdo gjë, por ne s'kemi ujë dhe të marrim vesh se ç'a ndodh tani, të marrim UKT-n. Numri UKT-s. Ti bim një herë tani të marrim vesh se si qëndron e vërteta. Jeni lidhur me ujësiellës kanalizime Tiranë. Për të rritur cilësinë e shërbimit, kjo telefonat do të regjistrohet. Faleminderit. Ujësiellës kanalizime Tiranë, jam që? Urdhëroni? Ujësiellës kanalizime Tiranë, jam që? Mirëmëngjesi. Ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë. Faleminderit dhe ju. Unë nuk jam edhe aq mirë për shkak se kam 3 ditë që nuk kam ujë. Ju paskini ankesa tjera, pa rëndësi ka kush jam, unë jam me qera, jam me kontratë tjetër, kjo është një problem shumë pa problem, domethënë. Tani më thu furnizimi të ndryshme ose do suportohen me autobot për shkak të një defekti. Po ç'a defekti ka pra ta dim tani, s'kemi as ujë në shtëpi, as në futemi dot në banjo, po lajm me kova, po mushim ujë si në mesjet. Kjo është ajo, ç'a përgjigje më jep, domethënë ta di edhe unë që ku diun. Ç'a zgjidhe, sa ditë do zgjasje, po bëhet diçka, se unë këtu nuk po shoh që të ketë diçka në terren ose poshtë ke objekti, ke pallati. Patjetër do jepet një zgjidhje, sa të zgjidhet situata do suportohen me autobot, do furnizohet. Po pra, s'po më thu situatën, ç'a problemi ka, domethënë. Për shkak të një defekti që është konstatuar ditën e djeshme, ju keni ndërtuar. Jo ditën e djeshme, ka 3 ditë ajo. Të lutem, është konstatuar nga ne zotëri se ju keni patur mungesë furnizimit dhe jeni suportuar me autobot dhe do suportohet sa të jepet një zgjidhje përfundimtare patjetër. Kur parashikohet që të zgjidhet ky Ju problem? kërkojmë ndjesë dhe mirëkuptimin tuaj. Ne duhet të komunikojmë me administratore, nuk kemi një përgjigje konkrete, domethënë nëse do ketë po punohet intensivisht që të zgjidhet situata, patjetër brenda ditës sotme. Dhe të vijoj furnizimin normalisht për zonën tuaj. Ju lutem, na mirë kuptoni dhe ju kërkojmë ndjesë.
Jo, unë të mirëkuptoj ty, po pjesën tjetër, palën tjetër, unë të mirëkuptoj ty nëpërmjet fjalëve, por unë konkretisht nuk shoh diçka që të zgjidhet ose të njoftohet ose të bëhet diçka domethënë që të vi. Do jepet paketën një zgjidhje me paketën. Ose të paktën vetë njoftim, ku diun, nëpërmjet administratorit i let një porosi që të njoftojnë banorët e zonës. Ne jemi komplet të painformuar dhe nuk dimë se çfarë po ndodh, edhe sa do të zgjasë kjo gjë, e kupton? Administratori nuk ju komunikon me inxhinierin e zonës të ujësosit të zonës tuaj? Ne nuk kemi fare informacion. Nuk kemi fare informacion. Gjithsesi unë për raportoj përsëri tek inxhinieria e zonës, njoftim kemi që do suportohet me autobot zona, pallate, gjithsesi. Jo, asnjë se kam parë, por gjithsesi to janë ato. Njoftuan nga raportime të tjera, na e raportoi inxhinieria që ju do suportoheni me autobot, por unë do marrë një informacion më konkret dhe do mbetemi në kontakt zotri. Okej. Faleminderit shumë. Një ditë të mbarë. Gjithashtu dhe ju. Faleminderit. Në rregull? Kalem pak te lajmet më të fundit në një botë tjetër paralele, ndryshe nga kjo që ne vuajmë për pikën e ujit dhe normalisht çdo gjë në këtë jetë, edhe në këtë jetë moderne, me këto gjërat shumë të sofistikuara që po përmirësohet dhe na shitet gjithmonë ajo ana e mirë e shërbimeve për të përmirësuar jetën tonë dhe për të qenë njerëz modern europian, ne çedojmë kjo gjë e më e rëndësishme tek uji. Po s'patë uji është jeta. Ne, çdo gjë është shumë e rëndësishme për të pasur një jetë mirë, të frytshme dhe të shëndetshme në jetën tonë, siç mund të jetë për shembull një problem tjetër, pjesa e trafikut për shembull, ose mos pasis vendeve për parkim për shembull, ose një ambienti për një lulishte, një park lojrash, ose një ambient ku ti të kalosh kohën, ti shiqet, domethënë ndarë që ti sa të ka zënë gjumi dhe plasin ato fshek zjarret se kushtetuesja vendosi për Lalierin që mund të jetë kryetar bashkie dhe hodhi atë vendimin e qeverisë mbretit sultanit dhe presidentit e hodhi poshtë kushtetuesja dhe vazhdon që Lalieri nga burgu të jetë kryetar bashkie të Tiranës dhe ne ndoshta nuk kemi ujë për shkak se Lalieri nuk është aty, një shërbëtor i denj për këtë vend. 24 orë ujë në Tiranë. Kjo është e bota paralele që ne jetojmë. Sultani na ofron dhe duhet zgjohemi. Duhet zgjohemi për gjithë secili për veten e vet, për jetën ku jetojmë, për gjërat që na e dëmtojnë ditën tonë, na marrin atë energjinë pozitive dhe na ushqejnë me energji negative dhe shumë njerëz që janë krah tyre e shohin ndryshe nga ne dhe ata që jemi problemi, jemi ne, pra në shohin si problem, në shohin ne. Ndërkohë që sultani thotë që ne po shkojmë drejt botës së digitalizimit dhe drejt epokës që ne për shembull në aeroport do të shkojmë dhe do të kalojmë atje pa pasur nevojë për një mjet identifikues do të jetë fytyra jonë. Fytyra jonë. Afati i futjes identitetit digital në jetën e përditshme të Europës dhe në aktivitetin e përditshëm të gjithë qytetarëve të Bashkimit Evropian. Shqipëria është gati, karta u prezantua, pra identiteti digital u prezantua si një produkt i kompanisë Identitek dhe testet e fundit janë në vijim në mënyrë që çdo shqiptar të mund të pajiset me identitetin e vet digital në fillim, duke filluar nga viti 2026. O rrot prasi, po ne s'kena ujë më bun. Ne s'kena ujë ti thu, jo po pasaporta digitale, jo po kjo, jo po pa kontrole, jo po, o mret. O mret. Po zjo më bun. Zjo më bun, si s'kena ujë, o vlaj. Nuk ka ujë. Pojtë ta laj qik ftyrën se nuk
Nuk ndoshta, a kupton, nga na fillova me fol edhe për çart, ndoshta nuk na sheh ky. Jaj. Ha? E kalova testin.